Puna ka filluar edhe në Zberisht, në Kashar, për shkollën e re përsëri. Janë rreth 2700 si kapacitete pra të cilat krijohen për numër nxënësish të cilët do të akomodohen në këto investimet nisura, por ajo që ne duam të bëjmë është të shohim për te investimeve të nisura tani çfarë do të bëjmë më shumë për çerdhet, për kopshtet, për shkollat, jo vetëm në Astir, por në gjithë Tiranë. Kjo është një arritje shumë e madhe dhe ne emër gjithë banorëve duam t'ju falenderojmë sepse duke pasur dhe fëmijën afër, kushtet më të mira, studion afër shtëpisë, kemi mundësi të vi edhe më shpejt për mos bërë shkolla me 2 turne, se prindit janë në punë para dite mbas dite dhe doja t'ju falenderoja në emër të gjithë komunitetit të prindëve të Astirit. Në buxhetin e 2026 kemi parashikuar një fond të posaçëm për sa i përket aktiviteteve passhkollore, pra after schooling, si dhe për paketat ushqimore që planifikohet të pilotohen në disa nga shkollat e Tiranës. Jam e bindur me programet që nisim edhe me buxhetin e ri, por edhe ato që ne tashmë i kemi vendosur si piketa në programin tonë të Tirana 2030 për Shqipërinë 2030, të mundemi që të realizojmë së bashku, sepse vërtet qytetarët e Tiranës, fëmijët meritojnë më të mirën.